Sa këtë precedentin për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Pasi është ajo që rëndësishëm letëruan për lëvizjen vetëvendosje. Po nuk kam pa ende propozime pas propozimit të zotit Glauku Njuca dhe doktoreshës Mëlhaja. Nëse ka propozime të tjera, besoj që jemi shumë afër dhe gjendjes së zgjidhje. Për këto propozime, domethënë nuk mundesh të më thonë LDK-s ose PDK-s ose Aleancës, propozoni dikon, por na po i kemi çdo propozime tona, sepse ai bën që propozoni jo vetëm sa më plotësuan çfarë kushti, po presidenti i takon lëvizjes vetëvendosje. Shif, Jeknë ju propozime. Glauku Njuca si propozim, Glauku Njuca si propozim zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme është propozim i momentit të fundit. Po. Është propozuar Mundet edhe më të propozuar, më të rjek, më thonë, okay, propozuar në momentin kur është dashur të fillojë një proces, në mënyrë që të kemi ato 60 ditë që ne kemi pretenduar që na takojnë dhe gjykata vendosi që të jemi plus 34. Unë mendoj që ka qenë një mundësi e mirë, është ende në dispozicion. Doktoresha ka qenë në moment propozimi i 3 orëve të fundit, tash pjesa tjetër mbetet që nëse realisht ka vullnet. Një gjë shumë e sigurt. Në fakt vullneti do të më ekzistojë. Nëse shkojmë në zgjedhje, do të fillojmë një cikël të ri zgjedhor që nuk do të përfundoj me shtatë qershor ose edhe më herët kur të qemohen zgjedhjet, po do të jetë potencialisht aty prap për shkak se rezultatet e reja nuk shoh që prodhojnë ndonjë rezultat shumë më ndryshe se sa ky që ka qenë. Po ndoshta edhe sjellin, sepse në bazë asaj që po shihet, pra nëse më herët është parë si bllokuese opozita e më pas erdhën zgjedhjet e dhjetorit, tash po më duket fajin kryesor i kamet dhe po shohin edhe opinioni kujt ai takon. Nuk e di, në media është tentuar të paraqitet edhe në të kalumen që shumica parlamentare është fajtore për atë blokada. Që shumica gjithmonë është i madhe, gjithmonë fajtore. Edhe leximi i qytetarëve ishte ndryshe. Unë mendoj që qytetarët kanë me lexu mirë dhe drejt ofertën që njerëz kanë kuptuar tashmë. Njerëz parti politike po i ofron të bashkësheverisë, edhe po i ofron, nëse nuk don bashkësheverisë njërin nga pozitat të kyçën e vend, edhe partisë tjetër po i ofron njërin nga 3 pozitat në vend. Unë besoj që edhe kjo ka me qenë pjesë e leximit qytetarëve, s'po du me mbi vetes që s'mundem. Asë s'moj me fol në tyne, por shif ka edhe 4-5 ditë që mund të jenë shumë vendimtare. A ka shpresë për to? Unë jam optimist, të shohim. A ke biseduar me kryeministrin për shkak që ndoshta po kërkon një zgjidhje jashtë këtyre që ne i dimë? Po, kemi biseduar, kemi pas mundësinë të bisedojmë për shkak se ne jemi edhe partnerë të qeverisjes, po edhe diskutimet tona të rregullta edhe për këtë çështje, informimi mbi takimet e kështu me radhë. Është pra Albin Kurti apo ju përgatit për zgjedhje apo po thotë që ka mundësi të zgjidhja këto ditë që kanë met? Unë duhet të jem shumë kështu i drejtë për drejtë. Unë besoj që ende ka hapësirë në rast që nuk po shpreson opozita që shkurja eventuale në zgjedhje mund të ndryshojë rezultatin. Mund të jetë edhe kjo shumë vlerësim i rëndësishëm për ta për veprimet në drejtim që mos pranoj njërin nga këto opsionet e ofruara.